إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Falëndërimi dhe lavdrimi i takon Allahut Dhul Xhelal. Atë e falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Këtë ditë të bekuar të xumas, salavate të përzemërta i dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, paqja, mëshira dhe begatita Allahu xhaleshanuhu qoftë mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e Muhamedit alayhis salam dhe në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtar, do të jemi bashkërisht sot në këtë ditë të bekuar të xumas, ku do të mundohemi që ta shpjegojmë emrin e bukur të Allahu xhaleshanuhu El-Jami. Emri i bukur i Allahu xhaleshanuhu El-Jami nënkupton gjuhën tonë tubuesi. Është ai i cili tubon gjitha krijesat për me dhanë llogari para madhrisë Allahu xhaleshanuhu. El-Jami në arabisht rrjedh nga rrënja e foljes që do thot të mbledhsh, që nënkupton bashkimin dhe unifikimin e njerëzve pas ndarjes. Me këtë emër të bukur të Allahut të xhaleshanuhu El-Jami nënkuptojmë fuqinë e Allahu xhaleshanuhu për të mbledhë gjithë krijimin, për të përfshirë gjithë atributet e përsosura dhe për të bashkuar zemrat mbi të vërtetën se Allahu xhaleshanuhu është një e asësi di nuk bëhet. Ajetin që e lexova para jush është në surën Ali Imran, ajeti 9, ku Allahu xhaleshanuhu na drejtohet dhe thot: Rabbana innaka jami'un nas al-yawmin la rayba fih inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Zoti im, ti je ai që një ditë do t'i tubojsh njerëzit, ditë të cilën nuk ka dyshim. Allahu xhaleshanuhu do t'i tuboj njerëzit dhe do t'i shpërblej ata sipas punëve të tyre. Ata që kanë bërë vepra të mira do të shpërblehen me të mirat e Allahut Dhul Xhelal. Dhe ata të cilët kanë bërë vepra të këqija do të dëshkohen nga ana e Allahu xhaleshanuhu. Kështu Allahu xhaleshanuhu u atërhek njerëzve vërejtjen qish në këtë botë. Të gjithë ne besimtarët e besimit islam i besojmë ditës së ahiretit, ku një ditë do të dalim para madhrisë Allahu xhaleshanuhu, ku një ditë do të dalim para krijuesit tonë. Allahu xhaleshanuhu e ka fuqinë e madhe që ti mbledh eshtrat tonë, grimcat nga trupi jonë, kudo që janë ata të shpërndame,
për me na ringjall neve. Ringjallja është një prej të vërtetave kryesore të besimit islam. Në surën El-Qiyame, ajeti i 3 dhe ajeti i 4, Allahu xhaleshanuhu thot: "E yahsebu l-insanu an lan najma'a idhamah." A mendon njeriu se ne nuk kemi me i të bu eshtrat e tij? Bela qadirina ala nusevvije benane. Po, sigurisht, ne jemi të Zotit t'i vend t'i rëndisim, t'i vnojmë në mënyrë përkryme, bile dhe shenjat e gishtrive. Në përmjet këti ajeti kuranor, Allahu dhul gjelal, vëllezër të ndershëm besimtar, na i ban me dije se një ditë trupi jon i cili do t'ka përderdhet në për tokë, lloj krijese do të haje këtë trupin tonë. Por do t'jetë në gjendje Zoti i gjithësisë, sikur se na ka prunë dunjon pa ukon, ti mbledh dhe ti të boj ato eshtrat e tonë dhe të na ringjalle ditën e gjykimit. Dhe krejt në fund të ajetit, Allahu xhaleshanuhu na i ban me dije për gishtrit. Asnjëri prej neve nuk i ka njësoj gishtrit. Shkenca sot e ka vërtetu këtë. Sot e ka vërtetu se asnjë gisht nuk është njësoj. Allahu dhul gjelal e ka përmend Kur'anin famëlar dhe na i ban me dije se ringjallja do të ndodhë dhe ringjallja është e vërtetë. Këtë do të me besu nëpërmjet imanit tonë, nëpërmjet besimit tonë, jo nëpërmjet filozofisë, jo nëpërmjet mendjeve tona të smura, jo nëpërmjet zemrave tona të smura. Shpeshherë dëgjojmë njerëz të cilët e kanë imanin e dobët, e kanë besimin e dobët tek Zoti xhaleshanuhu. A ka ardhur dikush me na kallëzu neve pi atje se kena morin gjallë? Kur ti ngjoni çto njerëzi, sa më larg hikni. Mos u merr me ta se koti ki o vllai dashur. Ki është në humbje të vërtet. Ki janë dalalet. Kot që mundosh mi dhon argumente këtij. Le me këtë mos u merr, shpëtoj e besimin tanë, shpëtoj imanin tanë. Gjithashtu, Allahu xhaleshanuhu na shpjegon dhe thot në Kur'anin famëlar, në surën Yasin, prej te ajeti 78 deri në ajetin 83, se Allahu xhaleshanuhu thot: "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyi al-idama wa hiya ramim." Ai na i sjell shembull duke haru krijimin e vet dhe thot kush i ngjall eshtrat pasi ato janë kalë. Më thonë edhe ma herët ka pas njerëz që kanë folë fjalë pa vend. Edhe atëherë kanë bo pyetje kush i ngjall eshtrat pasi ato janë kalë. Po Allahu dhul gjelal thot: "Kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim." Thuaj, i ngjall ai i cili krijoi për herë të parë, se ai di gjithçka për çdo krijim. Si mi ka asnjëri për neve. Po Allahu dhul gjelal na ka kriju. Asnjëri për neve si mi ka, po na ka kriju. Ai i cili na ka kriju, na krijon edhe një herë. Na ringjall edhe një herë. Vazhdon Allahu dhul gjelal dhe thotë: "Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-ahdari nara fa idha antum minhu tuqidun." Prej pemëve të gjelbërta, a i nxjerr për ju zjarrin me të cilën ju e ndisni zjarrin. "Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha biqadirin ala an yakhluqa mithluhum bala wa huwa al-khallaqul alim." A nuk është i fuqishëm ai i cili e krijoi qiejt, i krijoi tokën, që t'i rikrijoj ata, po është krijuesi i gjithdijshëm.
innama amruhu idha arada shay'an an yakunu lahu kun fayakun. Kur Allahu xhaleshanuhu dëshiron diçka, mjafton vetëm të thotë bahu, edhe ajo më herbohet. Nuk kërkon Allahu xhaleshanuhu sebepe, nuk kërkon Allahu xhaleshanuhu shkaqe. Po Allahu xhaleshanuhu për çdo vepër urdhon bahu, edhe ajo bën, s'ka kthim prapa. Fa subhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. I lartë është ai, Allahu xhaleshanuhu, në dorën e të cilit është pushteti mbi gjithçka, vetëm se tek Allahu xhaleshanuhu do të jetë kthimi jon. Nuk ka kthim tjetër. Duje këta dush, respektoje këtë dush, respektoje. Ku bekohen me këtë dush në këtë botë? Kthimi jon do të jetë te Zoti. Andaj këto janë disa këshilla kuranore që na drejtohen neve vëllezër të ndershëm besimtarë që të marrim mësim se një ditë kemi me dalë para madhërisë së Allahu xhaleshanuhu, lumjaj i cili punon për këtë ditë. Kurani famëlart përmendet për Uzairin alayhi salam. Disa ulema thonë se ka qenë pejgamber. Disa të tjerë thonë se ka qenë evlia. Por ne do ta mormi si shembull Uzairin alayhi salam, i cili në Kur'anin famëlar përmendet vetëm një herë. Ati u mor shpirtin nga ana e Allahu xhaleshanuhu dhe pas 100 vjetësh a kthin këtë dunjon, këtë botë, i ringjallë nga ana e Allahu xhaleshanuhu. Periudhën kur ka jetu Uzairi alayhi salam, bit e Izraelit, beni Izraelit, e kishin tepru me punë të këqija. Për këtë arsye Allahu xhaleshanuhu i dënoi ata me një okupator i cili i pushtoi zonën e Damaskut, Jordanis, e shkatroi edhe Beitul Maqdisin, kopshtët dhe vrau barbarisht ku ka e shifke. Dërsa të rinjt dhe ata që ju dukën dobishëm i mori rob, ku mes tyre ndodheshte edhe pejgamberi Allahu xhaleshanuhu Uzairi alayhi salam. Sipas disa transmetimeve, moshën 50 vjeçare, Uzairi alayhi salam hiki me një farmënire dhe shpëtoi nga robëria. Pastaj u nis me një gomar për në Kuds. Kur i afru qytetit, i pa ndërtesat e prishura, shkatrume, u idhru shumë. Për shkak se i kishte kaplu shumë uria, u ndale lidhi gomarin me një pemë, i mbledhi disa fiq dhe nisi me hangër. Pastaj ashtu në atë mërzin që i kishte, filloi ta shikoje adheun e tij. Duke i shiku, ra të pushon. Ishte koha e mëngjesit. Dërsa kur u zgju, ende dielli nuk ishte perëndu. Ata e kishte kaplu një gjumë i gjatë, sa që transmetimi thojnë dikun 100 vjetë e ka zonë gjumë. Kur as gju, mbreti i cili e boni gjithë këtë shkatrim, kishte vdek. Robët e asaj kohë, disa ishin gjallë, disa kishin vdek. Të tjerët që ishin gjallë, Beitul Maqdisin e kishin meremetu. Dhe qyteti normalisht e kthi normalitet mo. Sipas një transmetimi tjetër që shënon Ibn Kathirin të fshirin e tij, thuhet se pas gjithë të rendodhive, Uzairi alayhi salam i hipi gomarit e tij dhe hini në qytet. Kur hini në qytet mas 100 vetëve,
e pa se gjithë shka ka ndryshu. Asë njerë se njefke ata. Nuk i një kasë ndërtesat. E kërkoj lagjën e vetë se njefke. Unal para një shtëpije dhe po vetë kë ka pas, kë ka shpije në Uzeri. Gjithë njerëzit i përgjigjën se e mojnë menë si emra, ma nuk e dinë po ashtë. Shpijen për para e ka pas filan veni. Kur u shkoj të shpija, i dur për para një grua e cila u përshëndet dhe i tha se shtëpia Uzerit është kjo. Por, ka që 100 vjeta njeri ka hup. Unë jam shërbëtorja e saj, i ti. Pas kësaj, Uzeri, a.s. e prezentoj vetë vetën duke thonë se unë jam Uzeri. Dhe ja spjegojnë ndodhin që i ka ndodhë pik për pike. Shërbëtorja u gëzu shumë dhe kërkoj nga Uzeri që të lutet të ka Allahu xhaleshanuhu që t'ja ktheje sytë, sepse kishte probleme me sytë. Uzeri a.s. e luti Allahu xhaleshanuhu që t'ja ktheje sytë, t'ja ktheje shëndetin e mëparshëm që e ka pas dhe kështu ndodhi. Allahu xhaleshanuhu ja pranoi lutjen. Mirë po, në kohën kur Uzeri a.s. kishte rënë gjumë, e kishte një djalë 18 vjeçar. Ai më tash ishte 118 vjeçar. Ishte me flokë thit. Dërsa për shkak gjithë kësaj kohë që kishte kalu, djali nuk e njihte babën e tij. Dhe në momentin që po prezentohet i thot djali babës vetë, se baba jem e ka pas një nishan si gjysmë hane në korizin e tij. Uzeri a.s. e tregoi korizin e tij dhe ata që ishin të pranishëm krye me djalin e tij e pa nishanin si gjysmë hane. Pas kësaj, kërkush më nuk dyshoi se vërtet ishte Uzeri. Nëpërmjet kësaj ngjarje, vëllezër të ndershëm besimtar, Allahu dhul xhelal u kujtoi gjeneratës së asaj kohe se kur të don Allahu dhul xhelal e vdes njeriu, e ringjall njeriu, sepse për Allahu xhaleshanuhu është gjithçka e lehtë, sepse ai vetëm se urdhon për një punë të bëhet dhe ajo punë bëhet. Nuk ka arsyetim para Zotit dhul xhelal. Ky emër i bukur i Allahu xhaleshanuhu, vëllezër të ndershëm besimtar, na kujton të gjithë neve se është ai i cili na të bon të busi, el gjemi, na të bon, që sot thirrja e tij na ka të bu neve marë në xhami. Asnjë thirrje tjetër nuk mund të të bu besimtarët që në këtë shi, që sot në këtë shi, të vinë në xhami. Po kush? Thirrja e Zotit xhaleshanuhu është ajo i cila na bashkon, na afron dhe mbledhemi na, edhe në shi në xhami, mbledhemi edhe në borë në xhami, vim edhe kur është nxehti i madh në xhami, sepse jemi besimtar, besimit islam, sepse jemi ata të cilët i besojnë Allahu dhul xhelal dhe këtë emër të tij el xhamiu, të buesi, e kemi thellë zemrat tona. E lutem Allahun xhaleshanuhu që nëpërmjet këtij emri të bukur të tij, el xhamiu, të buesi, të bohemi në mezhliset e hajrit, të bohemi në xhamitë tona, të bohemi në mezhliset shtëpitë tona, të bohemi aty ku kemi nevojë të bohemi. Timi nga ata të cilët vetëm se bashkum ta kujtojmë krijuesin e gjithësisë. Ringjallja është hak, ringjallja është vërtet. Dhe Zoti xhaleshanuhu që ringjallemi para Allahu xhaleshanuhu me vepra të mira, me punë të mira. Ata që kanë shku para neve, bashkarisht të lutim Allahu xhaleshanuhu që ti ketë në rahmetin e tij, ti mëshiron, siç di Allahu xhaleshanuhu më mëshiru.
Të sëmurit tonë, Allahu Gjeleshanuhu, inshallah i shëron. Pleqët tonë, Allahu Gjeleshanuhu, inshallah ju jep fuqi. Rinin tonë, Allahu Gjeleshanuhu, inshallah e udhëzon që t'jeton të vërtetat islamit, t'jeton edhe me këtë emër të bukur të Allahu të Dhul Gjelal, Allahu Gjeleshanuhu nasib në e baftë. إلهي إلهي إلهي